Ndërkohë me të bardhën që na ka mbetur, nuk e çojmë dëm, do ta përdorim qoftë në recetat të tjera, të mëpasshme, qoftë në ndonjë mask. Aty po. Siç është, nuk e di, a kemi kafe të bluar? Po si s'kemi. Një përzierje shumë e mirë me të bardhën e vezës, duhet kafe kokër e bluar, ndoshta, ose një kafe çfarë do lloji, kafe turke, të bluar imët ose në copza, ose një kafe ekspresë, llumi, po mirë është që të mos zjetë e zier kafja, po një kafe kokra, të cilat i shtypni vetë, mund t'i merrni kudo, në Tiranë, në lokalin poshtë shtëpisë, i shtypni ato kokrat e kafes derisa të bëhet një plur jo i imët fare, por i kokrizuar, e përzjeni me të bardhën e vezës, dhe më pas në të fusni letra, siç kemi treguar, letra kuzhine. Ne për moment na doli rastësisht edhe s'jemi përgatitur për ta treguar. Jo, ja tregoj. Duke i prerë letrat sipas formës së fytyrës ose në copza më të vogla, do t'i lyejmë tek pjesa e përzierjes, të bardhës së vezës dhe e kafes, dhe i vendosim në fytyrë. Ose e lyejmë fillimisht fytyrën me të bardhën e vezës dhe me kafe. Në këtë mënyrë, ajo do të ka vetë ngjitse, mbyll poret, i jep shkëlqim fytyrës, sidomos për fytyrat e ndryshme, shumë e mirë si këto maskat natyrale. Rriqet ajo. Po. Kur e treq, mezi e treqim nga fytyra, për pikat e zeza, është fantastike sepse ajo ngjit, kafja sigurisht ka kafeinën edhe ka veti që të largojë qelizat e vdekura, të krijojë një lëkurë më të lëmuar, veza gjithashtu mbyll poret, përthith yndyrën, jep shkëlqim fytyrës, jep elasticitet. E mbani për pak minuta, do ta shihni që ajo do të thahet në fytyrë dhe mezi do ta hiqni. Kur e hiqni, ajo duke trequr dhe lëkurën, tërheq edhe qelizat e vdekura apo edhe pikat e zeza të lëkurës. Më pas do ta shplani me ujë të vakët, do të vendosni kremin tuaj që vendosni gjithmonë. Kjo është një mënyrë që të mos e çojmë dëm të bardhën e vezës, gjithashtu mund të përdoret me gjithë të verdhën. E grimë në madje, e kombinuar me aloe verën, e kombinuar me limonin, me pikat e limonit, ka shumë mënyra për ta kombinuar. Trendi i tanishëm është kastraveca në qumë është. Po kjo? Të prera imët, kështu të holla fare. Po, tek ajo prerësja e patatave, që është lëkurën e patatave. Të pret kështu të holla fare në shirita, i zhyt ato kastravecat në qumësht dhe i vendos në fytyrë, derisa të përthithet qumështi, pjesa e kastravecit që ka ato sasinë e ujit, lëngut vetë, ti shumë hidratuse, dhe ndjeni një fytyrë më të freskët, më të hidratuar, për rrafët e zinë, kastravecat gjithashtu mund të ndahen edhe mund të vendosen në ngrirje, dhe më pas i merr nga ngrirja si akulta si që janë dhe bën kështu masazh lifting, poshtë gjithë fytyrën, një hidratim dhe freskimi pa parë, kështu që s'ka arsye pse të mos përdorim ca produkte që natyra na i ka falur dhe që dikur sigurisht janë përdorur më së shumti, se sot i bjem shkurt, kemi kremra maska të gatshme.